Sot do të flasim për lazerin e epilimit. A është i rrezikshëm? Çfarë duhet të dini para se ta bëni? Të gjithë e dimë se sa e bezdishme është lufta e përditshme me qimet, rritje e shpejt, irritimi i lëkurës, qime të rritura nën lëkurë dhe dhimbje nga dylli. Prandaj epilimi me lazer duket si një ëndër e bërë realitet. Por sa po vendos ta bësh, nisin dyshimet. A është i rrezikshëm? A shkakton kancer? Po sikur të më djeg lëkurën? Në këtë video do të zbulojmë të vërtetën shkencore nëse lazeri është i dëmshëm për shëndetin dhe do të listojmë 5 gjëra jetike që duhet i keni parasysh përpara se të uleni në krevatin e klinikës. Qëndroni me mua. A është i rrezikshëm lazeri? Le të heqim menjëherë frikën e madhe. Jo, lazeri e epilimit nuk është i rrezikshëm për shëndetin e përgjithshëm dhe nuk shkakton kancer. Pse? Sepse drita e lazerit që përdoret në estetik përdor rrezatimi jo ionizues. Kjo dritë depërton vetëm pak milimetra në lëkurë duke shkaktuar një nxehtësi që shkatëron vetëm folikulën, rrënjën e qimes, pa prekur organet e brendshme apo gjendrat limfatike. Rreziku i vetëm i vërtetë nuk vjen nga vetë lazeri, por nga përdorimi i gabuar i tij. Nëse aparatura nuk është cilësore ose nëse personi që e përdor nuk është i trajnuar, ju mund të pësoni djegje të lëkurës ose hiperpigmentim, njolla të errta. Prandaj zgjedhja e klinikës është gjithçka. Çfarë duhet të keni parasysh përpara se të shkoni? Nëse e keni vendosur të nisni seancat, ja çfarë duhet të bëni dhe të keni parasysh përpara se të shkoni. Mos i hiqni qimet me dyll apo pinca. Lazeri ka nevojë për rrënjën e qimes që të funksionojë. Ndaloni rreptësisht të dyllin të paktën 4 javë para seancës. Qimet duhet vetëm të ruhen me brisk një ditë përpara vizitës. Shmangni rrezatimin e diellit. Mos shkoni në lazer nëse jeni djegur në plazh apo keni bërë solar së fundmi. Lëkura e nxirë ka shumë melaninë dhe rrit rrezikun e djegjes nga lazeri. Tregoni mjekut për medikamentet që merrni. Disa ilaçe si disa antibiotika apo trajtime për aknet e bëjnë lëkurën jashtëzakonisht të ndjeshme ndaj dritës fotosensitive. Pastroni lëkurën plotësisht. Ditën e seancës mos përdorni parfume, kremra trupi, vajra apo deodorant në zonat që do të trajtoni. Lloji i lazerit dhe numri i seancave. Një gjë tjetër që duhet të dini është se nuk ekziston vetëm një lloj lazeri. Sot teknologjitë më të sigurta dhe të përhapura janë Aleksandrit, shumë efikas për lëkura të çelura dhe qime të errta dhe diod, i shkëlqyer për lëkura pak më të errta apo të nxira. Pyeteni klinikën se çfarë aparature përdor. Dhe mos harroni, epilimi me lazer nuk përfundon me një seancë. Qimet tona rriten në cikle të ndryshme, ndaj do t'ju duhen mesatarisht nga 6 deri në 8 seanca, të ndara me hapësirë prej 4 deri në 6 javësh për të parë një rezultat afatgjat prej 80 deri në 90% të eliminimit të qimeve. Si përfundim, lazeri e epilimit është një investim i jashtëzakonshëm që ju kursen kohë, para dhe lëkurë të irrituar. Mjafton ta bëni në vendin e duhur dhe me profesionist. Nëse kjo video ju hoqi disa dyshime, mos harroni të na mbështesni duke bërë like dhe subscribe në kanal. Shkruani në komente a keni provuar lazerin dhe si ka qenë eksperjenca juaj. Ju faleminderit që mundoj që të kujdesuni për lëkurën tuaj dhe shihemi në videon e radhës.